drejta që ndryshoi gjithçka. Ardiani ishte një djalë i zakonshëm që punonte çdo ditë në një kafene të vogël në qytet. Jetonte thjesht, pa shumë ëndra. Një mëngjes, teksa pastronte tryezat, gjeti një bilet treni me një shënim pas, mos e humb këtë rast. I hutuar, vendosi ta mbante. Kur erdhi dita e udhëtimit që shkruaj në bilet nga Kureshtja, shkoi në stacion. Nuk e dinte ku shkonte treni, por hipi. Treni e çoi në një qytet bregdetar ku rastësisht u përball me një panajër librash. Aty, një botues pa shënimet që Ardiani mbante gjithmonë me vete, histori të vogla që ai shkruante në kohë të lirë. Botuesi u impresionua dhe i ofroi një kontratë. Brenda pak vitesh, Ardiani u bë një nga autorët më të lexuar në vend, dhe të gjitha fal një bilete të humbur që dikush e kishte lënë si dhuratë të fshehtë. Feneri në maj të Kodrës. Në një qytet bregdetar, mbi një kodër të lartë, ndodhej një fener i vjetër. Të gjithë thoshin se nuk punonte më, por askush nuk kishte guxim ta prishte. Legjenda thoshte se ai ndizet vetëm kur dikush e kërkon dritën me zemër të pastër. Një djalosh i vogël me emrin Dritan, që kishte frikë nga errësira, ngjitej çdo mbrëmje në kodër dhe ulej pranë fenerit. Nuk fliste, vetëm shikonte detin dhe ëndërronte të bëhej kapiten. Një natë, kur era frynte fort dhe valët përplaseshin në shkëmbim, ai tha me zë të ulët: "Do të bëhem kapiten, por më duhet pak dritë." Në atë moment, feneri u ndes. Një dritë e ngrohtë dhe e bardhë ndriçoi detin dhe gjithë qytetin poshtë. Që nga ajo natë, feneri ndizet sa herë dikush ngjitet lart dhe kërkon shpresë, besim apo guxim. E quanin drita e ëndrrës. Dritani u rrit dhe u bë kapiten, por kur nuk harroi se si filloi gjithçka me një fener që dëgjoi një zemër të pastër. Fjala që mungonte. Në një fshat të vogël mes maleve, jetonte një djalë i vogël i quajtur Argi. Ai nuk fliste. Që kur ishte i vogël, nuk kishte shqiptuar asnjë fjalë, por shprehte gjithçka me sytë dhe buzëqeshjen. Të gjithë e donin, por thellë në zemër ai ndihej bosh si të kishte humbur një fjalë shumë të rëndësishme, një fjalë që do e ndihmonte të fliste. Çdo natë shite ëndra me tinguj, me fjali që nuk mund t'i thoshte. Një ditë, një grua plak që kalonte rastësisht në fshat e pa Argun teksa luante vetëm dhe i tha: "Ndonjëherë fjala që kërkojmë është ajo që japim." Të nesërmen, Argi pa një zog të vogël që kishte rënë nga foleja. E mori me kujdes, e mbajti ngrohtë dhe i solli bukë. Ditë pas dite, zogu nisi të këndonte. Kur zogu fluturoi për herë të parë, Argi qeshi me lodh dhe tha fjalën e tij të parë: "Faleminderit." Fshati mblodhi lot gëzimi dhe që nga ajo ditë, Argi nuk reshti se foluri, por gjithmonë me kujdes, me ndjenjë si dikush që e kuptoi sa shumë vlen një fjalë e vetme. Sepse ndonjëherë fjalët më të rëndësishme nuk janë ato që flasim, por ato që jetojmë. Letra pa adresë. Një grua e moshuar, Zënia. Hana jetonte vetëm në një apartament të qetë në një qytet të madh. Çdo mëngjes pinte çajin pranë dritares dhe shkruante letra, letra që nuk ja dërgonte askujt. I vendoste në zarfe, por nuk i shkruante adresë. Vetëm një fjali në fund. Për çdo që ka nevojë për një fjalë të mirë. Pastaj dilte dhe i linte në vende të ndryshme, në stola parku, nëpër libra të bibliotekës, në tramvaj apo mbi karrocat e supermarketit. Brenda letrave shkruante histori shprehse, fjalë ngushëllimi, kujtime të bukura, këshilla të buta si nga një nënë e dashur. Ajo nuk mori kurrë përgjigje. Deri një ditë kur gjeti një zarf në kutinë e saj postare. Pa emër, pa adresë. Brenda kishte një letër që thoshte: "Nuk e di kush je, por letra jote më shpëtoi. Faleminderit që ekziston."
Zënia, Hana e mbajti atë letër afër zemrës gjithë jetën. Dhe nuk e ndaloi kurrë së shkruari. Ora e ndalur. Në një qytet të vogël, në dyqanin e një orëndrejësi të moshuar, qëndronte një orë muri që kishte ndaluar në orën 3:17. Asnjë përpjekje për ta rregulluar nuk funksiononte, dhe askush nuk e dinte pse. Orëndrejësi, zotëri Ilmi, e linte ashtu, si kujtim nga koha kur gjithçka ndryshoi për të. Një ditë, një djalosh i ri, Erisi, hyri në dyqan për të rregulluar orën e gjyshit të tij. Ai vuri re orën e ndalur dhe pyeti pse nuk e ndreqnin. Ilmi buzëqeshi lehtë dhe tha: sepse ajo orë nuk mat kohën, ajo ruan një moment. Kur Erisi nguli këmbë për ta parë nga afër, gjatë prekjes së mekanizmit, ora papritur filloi të punojë. Në atë çast, dritarja u hap vetë, një erë e lehtë fryu dhe një fotografi e vjetër fluturoi nga sirtari, një foto e Ilmit me dashurinë e tij të parë, në orën 3:17 të pasdites, shumë vite më parë. Ilmi qeshi me lot në sy. Ndoshta ora nuk ishte e prishur, ndoshta priste dikë që ta çonte kujtimin përpara.